Krimi organizuar nuk ka kursyer as prokurorët dhe agentët e byros kombëtare të hetimit, të cilët kanë qenë prej kërcënimeve të vazhdueshme. Deklarata u bë nga kryetari i prokurorisë së posaçme Altin Dumani gjatë raportimit në Këshillin Lart të Prokurorisë, ku tha se policia e shtetit ka bërë një punë të mirë në marrjen e masave për ruajtjen e prokurorëve në rastet kur kërcënohen. Ai tha gjithashtu se ka një ulje të referimeve nga institucionet publike në SPAK, por që sipas tij kjo nuk tregon uljen e besueshmërisë së këtij institucioni. Problematika e parë që ka shoqëruar punën e SPAK gjatë vitit 2024 ka qenë presioni i jashtëm ndaj institucionit, i gjendur shpesh edhe në mes të sulmeve apo të debatit. Institucioni këto për vite ka një performancë të mirë, ka patur rezultate modeste dhe si e shoh mund të ardhmen e shoh që ky institucion me pjekurinë që ka fituar është në gjendje të vazhdojë në këtë rrugë dhe të përmirësohet akoma më tepër në vitin në vijim dhe më pas. Edhe pse jo e pasqyruar në raportin e vitit që lan pas, Dumani ngriti shqetësimin se GKK po zvarrit seancat paraprake, duke vënë në rrezik edhe afatet e paraburgimit. Shqyrtimi i kërkesës së prokurorit para gjyqtarit të seancës paraprake nga përvoja e institucionit merr shumë kohë. Kodi i procedurës penale ka parashikuar qartë që gjyqtari i seancës së paraprake brenda afatit një mujor duhet të konkludojë me një vendimmarrje. Ama praktika në Prokurinë e posaçme, dhe ku flas vetëm për Prokurinë e posaçme, nuk marr përsipër të flas për Prokurinë e Jurisdiksionit të përgjithshëm, na tregon që çështjet gjykimet para gjyqtarit të seancës paraprake zgjasin 6 muaj, 4 muaj, 9 muaj, ka patur edhe 12 muaj. Po flas gjykim para gjyqtarit seancës paraprake që sipas parashikimeve ligjore duhet të përfundonte brenda një muaji. Kjo zgjatje e shqyrtimit të kërkesës së prokurorit para gjyqtarit seancës paraprake sjell edhe problematika sa i takon afateve të paraburgimit, duke vënë në rrezik përfundimin e afateve paraburgimit gjatë shqyrtimit para gjyqtarit të seancës paraprake. E njëjta situatë është edhe me gjykimin e shkurtuar. Një pjesë e kritikave të shefit të qeverisë Edi Rama kundrejt drejtësisë duket se po marrin zgjidhje, pasi brenda vitit Dumani premton se dëshmit në godinën e re do të merren me audio dhe video. Kushtet nuk jemi patur të mira, më thënë të drejtën, për të ushtruar funksionet hetuesit e BK-s, se kam thënë dhe në kaluar, janë 5 hetues, 4 hetues, një zyrë, që ka vështirëson qoftë dhe pyetjen e një dëshmitari. Tashmë godina e re është marrë, është prokuruar fondi, shpresojmë që brenda këtij viti të bëhet funksionale, kur hetuesit do jenë në kushte më komode për të ushtruar funksionet e tyre. Gjithashtu është parashikuar në godinën e re dhoma të veçanta për pyetje dëshmitarësh dhe dëshmitarët do pyeten vetëm ato dhoma të veçanta, duke u regjistruar dhe audio dhe video, gjithashtu për të hetuarit, për të pandeurit, ka dhoma të veçanta për pyetjen. Një tjetër problematik me të cilën po përballet SPAK mbetet edhe mos ekstradimi shqiptarëve nga Emiratet e Bashkuara Arabe, të hetuar apo dënuar për vepra penale që kanë të bëjnë me krimin e organizuar. Vazhdon dhe mbetet problematike çështja e mos ekstradimit të shtetit shqiptar të legalizuar apo arrestuar në Emiratet e Bashkuara Arabe, siç është argumentuar në raportet e mëparshme vjetore të SPAK dhe sidomos atë për vitin 2023, dhe marrë në konsiderat këtu që është të shtuar numri i shqiptarëve të cilët kërkohet të ekstradohen nga Emiratet e Bashkuara. Në tryezën përpara qeverisë së prokurorëve, kreu i SPAK nuk harroi të ripërsërisë kërkesën e tij që prokurorëve të posaçëm t'u jepet mundësia rikandidimit pas përfundimit të afatit 9 vjeçar që ka mandati, por në asnjë rast riemrim në mënyrë automatike. Përpara 11 anëtarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Domani kërkoi të zgjidhet sa më shpejt mungesa e këshilltarëve ligjor, ndërsa tha se problematik gjithnjë më shqetësuese është edhe ulja e referimit nga institucionet krahasuar me qytetarët. Në raportin prej 106 faqesh, Domani veçoi shifrat kryesore të një viti punë, si 33 ish zyrtar të hetuar për korrupsion, goditjen e 2 organizatave kriminale, si dhe sekuestrimin e 10 milion eurove kriptomonella.